Qeveria Kurti ndon nga 100 euro për studente në prag të zgjedhjeve lokale. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka njoftuar sot se qeveria ka miratuar vendimin për ndarjen e 100 eurove për çdo student në Kosovë. Rritjen ekonomike e ndajmë me gjithë qytetarët. Në kuadër të kësaj, sot po miratojmë vendimin për ndarjen nga 100 eurove për studentët që i plotësojnë kriteret, ashtu që ata dhe familjet ta kenë më të lehtë përballimin e kostove që lidhen me fillimin e ri të vitit akademik, tha Kurti. Qeveria në detyrë e Kosovës ka miratuar kërkesën e Ministrisë së Financave për ekzekutimin e 100 eurove për të gjithë studentët që plotësojnë kriteret në fillim të vitit të ri akademik. Siç e theksuat, kemi të bëjmë ndarjen e 100 eurove për studentët që plotësojnë kriteret, ngjashëm siç kanë qenë masat gjatë viteve të mëhershme, dhe ky veprim parashihet të ketë koston rreth 6 milion euro që pritet të sigurohen nga pako e ringjalljes ekonomike, tha Murati. Ministri theksoi se formën e aplikimit dhe datat e ekzekutimit do të njoftohen në vijim. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se përveç ndarjes së 100 eurove, studentët që janë në nivelin bachelor do të përfitojnë edhe bursën për mobilitet.